se çfarë mendimi ka dhe çfarë ka hedhur Vreri ndaj opozitës, por ne kemi pas përshkelje rregullores nga vendimarrja e kryetarit parlamentit zotit Niko Meleshi. Sepse realisht nuk mundet një gjë që nuk është në rregulloren e Republikës Shqipërisë, pra unë kam paktën në viti 5 në cilën raportojnë organet kushtetuese dhe sa herë jam ngritur dhe organeve ligjvatuese kam drejtuar pyetje me gojë përveç se me shkrim, sepse ne duhem ta lexojmë. Qëllimi vetëm është vetëm të mbylli zërin e opozitës që mos të ketë ose që organe ligjvatuese të japin direkt ato pyetje sipas Terezis vetë, siç i japin gjithmonë vetë dhe ju keni ndjekur dhe në komisione. Pra, asnjë organ ligjvatues kur ndihet keq ose siklet ndaj një pyetje, kurrë asnjëherë nuk i ka rënë pyetje siç duhet, por gjithmonë ka bërë që pyetjes i ka rënë kështu si nga kina, siç janë ato, siç ka Terezi vetë, ndaj që edhe pikërisht është patjetër që fjala e deputetit prevalon. Ne nuk e kemi as rregullore se si mënyrën se si drejtohen pyetjet, pra përveç se është një praktik që ka të paktën konsideruar 5 vitet të fundit që unë kam qenë prezent që ne kemi bërë pyetje me shkrim. Thash edhe një herë, ne nuk kemi rënë prej provokimeve, por ka qenë një reagim nga një vendimarrje që është e ndryshme nga atë çka duhet të thonë kolegët e majorancës, dhe së dyti, kjo është haptasi si që një nga figurat më të forta, pra kryetari i grupit parlamentar i cili ka denoncuar jo rrallëherë me pyetje konkrete organe ligjvatuese mos të jetë prezent kur ato të raportojnë. Vetëm kjo është e gjitha, i bën ulje duke qenë se nuk kam me interes se ato të tjerat për të këtë normaliteti. Dhe po të shikoni, dikush është ironia më e madhe që ndodh, po të shikoni të gjithë këta new entrit e deputetët e rinj të Parlamentit të Shqipërisë, por çuditërisht këta kërkojnë që mos mbyllet parlamenti dhe thonë, ua çfarë bën ne opozita s'po na jep Terezin për të folur për hallet e popullit. Do të thënë, do flasin këta të majorancës për hallet e popullit për një gjë që siç e pat shoku të Roland me mesazhin e tij foli qartë për këta nuk duan të ketë seanca normale, nuk duhet të ketë denoncime normale nga atë çka ndodh në përditshmërinë në Shqipëri. Kështu që unë mendoj dhe gjykoj vetëm dy janë gjërat kryesore, heshtja dhe mbyllja e gojës për vetmin armë që ka sot opozita, sepse numrat këta e ka. Zoti Koreshi, në kërkesën që kanë depozituar për përjashtimin e zotit Bardhi, kryesisht janë deputetët e rinj, madje dhe kolegët tuaj nga Roskoveci. A ishte ndonjë prej tyre për të argumentuar përjashtimin e zotit Bardhi? Jo vetëm kaq, por kolegu tjetër Himçi kërkoi nga sekretariati dhe nga komisioni etikës, pra, në sekretariatin e etikës kërkoi që nëse kanë qenë prezent në sallë apo jo të gjithë ata deputet që kanë nënshkruar kërkesën për përjashtimin e zotit Bardhi, nuk morën një përgjigje. Radhën e parë ishin filmimet pa zë, pra, më thënë, si Charlie Chaplin kohët, kurse tani ishte pa zë dhe pa figurë. Kështu që imagjinoni se si mund të jenë një sekretariat e etikës i tha, ju foli çfarë doni, ne jemi gati të kalojmë votim dhe këtë gjë bën, kalon votim dhe normalisht për fat keq nuk i kemi